50 pako ushqimore për po aq familje të dedikuara ka shpërndar gjatë ditës së sotme organizata humanitare Dora e Rinis. Pakot me vlerë prej 2.000 franga zvicerane ishin financuar nga një bashkëdhetar nga fshati Forin, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Hasan Ibrahimi, drejtuesi i organizatës Dora e Rinis, sqaron se pakot do të shpërndahen në Gostivar me Rethin, kurse për ditët në vijim paralajmëron aksione të ngjashme humanitare, përmes të cilave do ndihmojnë familje nevojtare nga Tetova, Shkupi dhe Kumanova. Ky organizim humanitar mbështetet nga një bashkëfshatar joni i cili jeton dhe vepron në Zvicër me të holla 2.000 franga. Shpresojmë që të jemi të çdo familje nevojtare që kanë nevojë për ne. Gjithashtu do të kemi edhe disa mjete financiare, ku ato mjete do t'i shpërndajmë të ato familje konkretisht të cilët janë jetim. Ata janë me vërtet me nevojë dhe na thirrin gati çdo ditë që kanë argjimet e tjere, jo rrima, jo sende të ndryshme ku ta di çfarë, po ne do mundohemi t'ja lehtësojmë dhimbjen dhe sende që u duhen atyre. Ibrahimi tha se gjatë ditës së sotme do të shpërndajë edhe të holla te disa fëmijë jetim, të cilët i kishin dhuruar disa donatorë të ndryshëm. Sot shpresojmë të jemi në qytetin e Gostivarit dhe rrethin. Ditët në vijim do jemi edhe në komunën e Tetovës, Shkupit e Kumanovës. Shpresojmë së bashku me shokët e mi, me anëtarët e shoqatës, të ja dalim sa më mirë dhe t'i përkrajmë dhe t'i mbështesim këto familje që me vërtet kanë nevojë për ne. Mega aksioni humanitar i ditës së sotme i organizatës humanitare Dora e Rinis është njëri nga disa timerat që kjo organizat ka realizuar gjatë Ramazanit.